Mirë se erdhët në podcastin Shëndetin rënd parë, mbështetur nga United Hospital. Në këtë epizod kemi të ftuar radiologun Ilir Ahmet Xhekaj, me cilin do të flasim për sfidat dhe përvojat që e kanë shoqëruar përgjatë rrugtimit të tij nga zhvillimet në radiologji dhe rëndësia e diagnostikimit të hershëm, deri te jeta personale, motivimi dhe balancimi mes punës e jetës së përditshme. Përshëndetje doktor dhe mirë se erdhe në podcastin Shëndetin rënd parë. Përshëndetje dhe mirë se u gjetë. Doktor, ju jeni në këtë rrugtim tuaj profesional bukur gjatë. Po, Çfarë ju motivoi që të studioni apo të specializoni pikërisht radiologjinë? Pse e zgjodhët? Atëherë, edhe gjatë kohës së studimeve, por në veçanti pas studimeve, si mjek i ri në qytetin e Pejës, ardha e një aparature të teknologjisë së avancuar për herë të parë, nëse nuk gabon në sektorin privat, në ish Jugosllavi, në poliklinikën në Shataslani në Pejë. E përshëndesim. Gjithsesi, ku fillova të punoj si mjek, si përkrahje ose si ndihmë e një radiologu më të vjetër se unë, doktor Nagi Pelshanit, që gjithashtu e përshëndes dhe është Gjithashtu? një ndër mësuesit e mi të parë në këtë lami. Thjesht mund të them se më impresionoi shumë mënyra diagnostike radiologjike, që në fakt është një radiologji moderne, radiologjia seksionale, ku me zbulimin e kësaj aparature, radiologjia diagnostike kaloi në një nivel komplet tjetër dhe sot arriti të bëhet metoda ose lemia diagnostike më e avancuara në mjekësinë moderne që sot e aplikojmë. Cilat janë sëmundjet që po i zbuloni më shpesh te pacientët gjatë kontrolleve që i keni gjatë punës suaj? Do të thotë diagnozat më të shpeshta në ekzaminimet rutinore tonë janë kryesisht sëmundjet degenerative, sëmundjet metabolike, shpesh sëmundjet cerebrovaskulare, kardiovaskulare, infeksionet, inflamacionet, gjithsesi edhe tumorët, si ata benin, po ashtu edhe ata malin. Kur them sëmundjet degenerative, flas për sëmundjet degenerative osteomuskulare, sëmundjet degenerative të sistemit të sistemit nervor, sëmundjet degenerative të gjithë organizmit tonë. Sa shpesh ndodh që një ekzaminim radiologjik t'i shpëtoj jetën një pacienti duke zbuluar sëmundjen e hershme? Atëherë, nuk quhet kot sot radiologjia si lemia më e avancuar diagnostike në mjekësinë moderne, vetëm pse bën një diagnostik, e bën një diagnozë. Por fakti që këto sëmundje i zbulon në një kohë shumë të hershme, qoftë në fazat e para të simptomeve, simptomatologjisë së sëmundjes, qoftë ndryshime asimptomatike, bëjnë që shumë sëmundje të zbulohen më herët se sa ato të rrezikojnë jetën e pacientit, zbulojnë atë kohë që mund të intervenohet, të trajtohet dhe të parandalohet një përfundim fatal për pacientin. Dhe këto sëmundje janë relativisht të shpeshta dhe i zbulojmë gjithashtu relativisht shpesh në ditët e sotme. Kur po flasim për radiologjinë dhe aktualisht ju veproni edhe në United Hospital në Prishtinë, me cilat aparate operoni aktualisht? A janë të fundit? Atëherë, unë kohëve të fundit jam menaxher i departamentit radiologjisë në spitalin United Hospital, pranë Universitetit UBT, ku jam edhe ligjërues, profesor i radiologjisë në UBT. Disponojmë, duhet t'i cek aparaturat me moderne, faktikisht të gjitha i kemi moderne, por ato që kanë rëndësi për ndoshta për këtë intervistë, duhet ceku se posedojmë
tomografinë e kompjuterizume shumë shtresore, që është 128 shtresore, më e fundit e prodhuesit Philips, me një software të dedikuar më së shumti smundjeve kardiovaskulare ose imazherisë me tomografi të kompjuterizuar të zemrës, në veçanti të artereve koronare, por gjithashtu të gjitha angiografitë të tjera mund t'i ekzaminojnë në mënyrë të përsosur me këtë aparatur, pa përjashtuar të gjitha ekzaminimet të tjera, sigurisht, rutinore. Pas e kohëve të fundit kemi në dispozicion, është bërë një investim shumë i madh në një aparatur të re të rezonancës magnetike të prodhuesit Philips i modelit MR5300, që në fakt nuk reprezenton vetëm një aparatur të rezonancës magnetike, por një kombinim shumë i mirë i zhvillimeve teknologjike dhe integrimit të inteligjencës artificiale brenda kësaj aparature, e cila na ofron një diagnostikim të detajuar, një diagnostikim të saktë, fitojmë imazheri të detajuara të secilës pjesë të trupit që ne ekzaminojmë. Pacienti në këtë aparatur qëndron gjatë ekzaminimit me komfort, për arsye se një ekzaminim në rezonancë magnetike do një kohë që të ekzaminohet më tepër se sa tomografia kompjuterizuar apo thëmë një radiografi. Për çfarë kohë flasim? Po flasim prej 15 minuta deri në 30-40, ndoshta një orë, të qëndrimit në brenda aparaturës, e cila faktikisht është një tunel që në rastin e aparaturës tonë është më i gjerë, do të thotë është 70 cm, ka një diametër 70 cm që konsiderohet i gjerë për rezonancën magnetike, që pacientit të qëndrojnë me komfort. Pastaj në ato pjesët aksesore të rezonancës magnetike, siç janë antenat apo kojlat që ne i quajmë, të cilat janë të lehta për t'i vendosur mbi trup, mbi pjesën, mbi regionin që ne ekzaminojmë, është një komoditet tjetër i pacientit, ndërsa integrimi i inteligjencës artificiale ka bërë që ekzaminimet të shkurtohen në masë të madhe. Kështu që një pacient, kur bën një ekzaminim në rezonancë magnetike tek ne, faktikisht ka një qëndrim më komod, ka ekzaminim më të shkurtër, pa dëmtuar cilëtetin e imazhit, flas pa dëmtuar, për arsye se edhe aparaturat e tjera kanë mundësi të zvogëlimit të kohës, por dëmtohet shumë imazhi i rezonancës magnetike. Dhe si e tillë një imazheri, domethënë një cilëtet shumë të lartë të imazheve të fituar në të gjitha sekvencat, s'po flas për sekvencat e reja që ne posedojmë për detektimin e smundjeve të ndryshme më specifike etj. Doktor, sa e lehtë aktualisht është për ju diagnostikimi me aparaturat më moderne që ju aktualisht punoni me to në United? Duke e krahasuar dhe me të kaluarën, Sigurisht. Kjo kishte më qenë një pyetje, thëmë të vërtetën një pyetje me dy teha. Kur ke në dispozicion një aparatur që imazheria e aparaturës është më e degraduar, ose të thëmë jo cilëteti të lartë, interpretimit asaj imazherisë janë të kufizuara dhe si e tillë, edhe nëse nuk arrim në një diagnozë të saktë, arsyetimi mund të jetë edhe imazheria e dobët. Në momentin kur ne kemi në dispozicion një aparatur, me të cilën tash sapo u lavdova mjaft, dhe të kemi në dispozicion një imazheri cilëteti të lartë, atëherë një ekspertizë radiologjike me këtë imazh kvalitativ bëhet më i lehtë shumë, por njëjtën kohë dhe më i vështirë, për arsye se duhet të kemi shumë kujdes se çka në fund të interpretojmë dhe çka diagnostikojmë.
Pra mundësia e gabimeve është më e ulët. Mundësia e gabimeve të aparaturës është më e ulët. Ekspertiza radiologjike, asnjë zhvillim teknologjik në radiologji, në aparaturë, qoftë edhe integrimi i inteligjencës artificiale, nuk e zëvendëson, si të thëmë, një ekspertizë me përvojë radiologjike. Është të kot një teknologji nëse interpretuesi, radiologu, nuk është i nivelit të interpretoj ato imazheri. Për këtë arsye, rolin kryesor prapë e kanë resurset humane, profesionistët në radiologji, nuk po flas vetëm në United, po flas në përgjithësi, po. Do thotë në gjithë këtë ekzaminim, përdorimi i gjitha këtyre teknologjive të zhvillimit, të avancimit, pa një ekspertizë në falë radiologjike, është e pamundur të arrijmë në një diagnozë të saktë. Kështu që sinqerisht me të thënë është shumë lehtë të vim në një diagnozë me këtë aparaturë. Sigurisht, asnjë profesionist shëndetësor nuk do donte që të jepte ndoshta një ekspertizë gabuar, pa u menduar 100 herë për fjalën e thënë. Këtë kisha dashur të ndërlidhem. Patjetër. Që publiku ta kuptoj se një ekzaminim me rezonancë magnetike krijon ose prodhon një numër të madh të imazheve, të cilat në detaje duhet të analizohen dhe të jepet përgjigja e të gjendën arsyet e aty në ndryshime. Dhe kjo një radiologut, për këtë një radiologut i nevojitet kohë. Dhe është bërë një dukuri se kërkojnë një diagnostikim, një raport sa më të shpejt. Për arsye se ka një takim me një koleg tjetër, një specialist tjetër, dhe dua t'ju them që të kenë durimin, për arsye se është e vërtetë që diagnostikimi i hershëm shpëton jetë, pa diskutim, por diagnostikimi i ngutshëm mund të dëmtojë shëndetin. Për këtë arsye, besoj unë që radiologu duhet të merr gjithë kohën që i nevojitet për të bërë një interpretim të ndryshimeve të cilat i ka. Por raportin e një radiologu nuk mund të lexojë vetë pacienti, pa e lexuar vetë eksperti i cili ka rekomanduar një radiologji apo jo. Tash si funksionojmë ne në këtë në mjekësi është se një specialist, një mjek, i lëmis tjetër, mendon se ka nevojë për një imazheri radiologjike për të arritur të diagnozat të cilën ai mendon se mund ta ketë pacient. Sakt. Dhe raporti i një radiologu i drejtohet në radhë të parë mjekut udhëzues. Të sqaruar ose për t'i treguar se çka ne kemi gjetë në imazherinë radiologjike, pastaj raportosh publik për të gjithë. Po. Sot vetëdia ose si më thonë edukimi shëndetësor në popullatën kosovare, tash po flas për Kosovën më saktësisht, ka rrit një nivel dhe janë të informuar, por në shumë të raste janë të dezinformuar. Të sensit? Për këtë arsye, në sensin se në internet mund të gjesh gjithçka. Informacione të ndryshme, po. Informacione të ndryshme, të eksagjeruara ose të shtrëmbruara ose pe burimeve jo profesionale të tjera. Për këtë arsye, raportet e radiologut mund t'i lexoj absolutisht çdo kush, për arsye se janë publike. Por raporti i radiologut i dedikohet gjendjet shëndetësore ose gjetjeve radiologjike të një pacientit me kërkesën e një specialisti tjetër dhe ato informata janë për mjekun që trajton pacientin që t'i përdor për trajtimin e tij. Për këtë arsye, mendoj unë pacientët ose familjarët e pacientëve që shpesh është dukuri që dëshirojnë të dinë çdo informat. Se çfarë është gjetur? Pikërisht të informohen nga radiologu që ka bë atë interpretim, respektivisht ka mjeku udhëzues që ka udhëzuar ta bëjë një ekzaminim të tillë.
Dhe jo ti vetë interpretoj, ta vetë interpreton atë raport. Kjo kishte me qenë mënyra më e mirë që me qenë më të qetë dhe me qenë më të sigurt në instruimin me të tyshme të gjendjes së tij shëndetësore. Doktor, flitet, do më thonë, dëgjojmë shumë shpesh që disa aparatura apo disa ekzaminime radiologjike janë dhe kancerogjene. Na tregoni cilat kanë përqindje më të lartë dhe cilat nuk kanë përqindje fare të këtij rreziku. Atë radiologjia si lami ka lind në zbulimin e rajzeve X. Në 1895. Ka rënge. Dhe të njëjtën kohë në fund shekullin 19 ka qenë zhvillimi i madh teknologjik dhe shkencor, më tepër se sa teknologjik. Dhe të njëjtën kohë edhe Pierre dhe Maria Curie kanë zbuluar efektet e dëmshme të rrezatimit. Dhe me njëherë pas kësaj ka filluar zhvillohet një shkencë tjetër, mbrojtja nga rrezatimi ionizues, që në fakt në diagnostikën radiologjike ka qenë shumë e madhe, vazhdon të jetë e madhe si rrezatim. Mirë po pajisjet mbrojtëse të stafit që punon sot janë të përsosura, mbi këqyren mirë dhe në Kosovë janë, si të them, janë fut në ato binarët e duhura të kontrollit të si më thonë sigurisë në vendin e punës, sa i përket stafit i cili gjatë gjithë kohës punon, ose sa i përket pacientëve të cilët i nënshtrohen në ekzaminimeve, vazhdojnë të jetë rrezatimi ionizues, po në rrezet X si metodë. Këto janë edhe tomografia kompjuterizuar, janë angiografit me rreze X, radiografit e të tjera. Nuk janë rezonanca magnetike. Rezonanca magnetike nuk shkakton rrezatim ionizues. Pastaj ultrasonografia gjithashtu është një metodë që konsiderohet e sigurt për aplikim diagnostik për qëllime shëndetësore. Pra, mbetemi vetëm të rrezet X si metodë radiologjike ose ekzaminime radiologjike që si e bot pyetjen mund të jenë kancerogjene ose mund, si të them, individet me predispozita për sëmundje të tilla ta vënë, si të them, ato këtë predispozit ta vënë në funksion dhe. Por gjithsesi, mbrojtja nga rrezatimi ionizues është zhvilluar si në drejtimin e mbrojtjes së stafit që punon me rrezet X, por edhe të pacientit si pranuesi drejt për drejt i këtyne rrezeve. Ka standardet të cilat edhe në Kosovë, veçanti kohëve të fundit, respektohen në masë të madhe. Nëse ka efekte të dëmshme rrezatimi me ekzaminimin me rreze X, kjo nuk do të thotë se nuk duhet të bëhen, por duhet të ketë limite të përdorimit të tyre. Pastaj, nëse dobia nga ky ekzaminim është më e madhe se dëmi që shkakton rrezatimi gjatë këtij ekzaminimi, gjithsesi që duhet të aplikojmë këtë lloj ekzaminimi. Kështu që sa herë në vit ose në një periudhë të caktuar duhet që një pacient ti futet ekzaminimit me rreze X apo CT-ve të ndryshme? Në rast të parë duhet të futet sa herë të jetë e nevojshme, që informatat që marrin nga këto ekzaminime të jenë më të dobishme, të kanë dobi më të madhe se sa vetë rrezatimi ionizues që merr. Sigurisht që duhet të jetë sa më i vogël që është e mundshme, por për shkak të mbrojtjes nga rrezatimi nuk guxojmë që mos t'i përdorim. Fatmirësisht, një pjesë të madhe të këtyre ekzaminimeve sot zëvendësohen edhe me ultrasonografi, zëvendësohen me veçanti me rezonancë magnetike. Shfaqja e rezonancës magnetike ka bërë që përdorimi i tomografisë kompjuterizuar, që është praktikisht burimi më i madh i rrezatimit ionizues në mjeksi,
te kalon edhe radioterapin, për arsye se aplikimi i tyre është i madh, e ka zëvendësuar në masë të madhe rezonanca magnetike, kështu që sidomos te personat e ndjeshëm, faktikisht që nuk është dorë të rrezatohen, këto zëvendësohen me rezonans. Gjatë rrezatimit, a duhet që patjetër të heqin të gjitha bijuteritë dhe elementet që thithen rrezet X në trupin e pacientit? Si qëndron puna e veshjeve, aksesorëve të ndryshëm, po? Nuk janë që shkaktojnë rrezatim më të madh. Por? Që nuk ekziston. Por prezenca tyre neve na shkakton fakte të tilla në imazheri që pengojnë diagnostikimin korrekt. Heqja këtyre aksesorëve të thëmë që kemë në për trup është për arsye se pjesa që ekzaminojmë tjetë pa materiale të cilat superpunohen ose mbi vendosen mbi ndonjë ndryshim patologjik mundshëm të dështojmë. Këtë qëllim ka, derisa në rezonancë magnetike ka një qëllim tjetër. Për arsye se rezonanca magnetike funksionon në bazë të një fushë magnetike mjaft të fuqishme që një standard ndërkombëtar për aplikim klinik është standardizuar të ajo 1.5 Tesla, që në fakt është një fuqi e madhe, është një fushë magnetike fuqishme. Aty mund të bëjnë edhe damet e tjera të cilat duhet t'i largojmë gjithsesi çdo gjë metalike në trupin tonë. Do të thonë arsyeja e heqjes së këtyre gjërave bëhet për arsye të ndryshme, por duhet të hiqen. Në çdo ekzaminim që bëhet në radiologji, propozoj të gjithë njerëzit potencial që kanë me bënë një ekzaminim radiologjik, që qysh në shtëpi të heqin të gjitha dhe të vinë pa këto aksesorë dhe lehtëson punën e stafit tonë, lehtëson punën e vetit. Patjetër. Pra, kjo vlen për të gjithë pacientët. Patjetër. Edhe për ata që kanë ndërhyrje me proteza. Kjo është diçka tjetër. Si mund ta sqarojmë këtë? Në këtë aspekt, tomografia kompjuterizuar nuk ka kontraindikacion. Domethënë, tomografit kompjuterizuar praktikisht nuk ekziston ndonjë kontraindikacion. Ku të them, nuk ekziston një kontraindikacion për ekzaminimet tomografit kompjuterizuar, them kontraindikacion do të thotë që e rrezikojmë jetën e pacientit për momentin që futet në ekzamin. Nuk ekziston. Prezenca e protezave të ndryshme pamundësojnë diagnostikimin korrekt të asaj pjese ku gjendet proteza ose objekti metalik ose ndonjë pajisje tjetër në trupin e pacientit. Atëherë ekzaminimi bëhet i pavlefshëm dhe rrezatimi bëhet i panevojshëm. Në anën tjetër në rezonancën magnetike, shumë prej protezave derivojnë nuk ka qenë mundur të ekzaminojmë për arsye se ndikimi në sjellja e tyre metale në fushën magnetike ka qenë problematike. Por me zhvillimin teknologjik, në avansimin e teknologjisë në rezonancë magnetike, ka shkuar dhe avansimi i segmenteve të tjera të shëndetësisë, në veçanti të materialeve të përdorura për këto proteza, dhe kemi arrit deri në një moment sotit që ka shumë pak ose s'ka fare proteza të tilla që nuk janë kompatibile me rezonancën magnetike. Por vazhdojnë të shkaktojnë probleme në imazheri që ne quajmë artefakte që pengojnë diagnostikimin korrekt të atij regjionit. Marrim shembull një protezë gjurit, pacienti ka të bëj rezonancën magnetike të kokës. Nëse më herët ka qenë e kontraindikuar për shkak të protezës metalike, sot nuk është kontraindikacion
dhe nuk pengon as në diagnostikimin korrekt, për arsye se ka distancë mes gjuhës dhe kokës së abdomenit. Kështu që këto nuk janë kontraindikacione. Në rezonancë magnetike ka kontraindikacione. Dhe çdo herë janë më të vogla si të tilla. Por kontraindikacionet që mbesin ende që janë absolute, do të thotë pajisjet elektronike të implantuara në trupin e një pacienti, që është pacemakeri, që është implanti koklear, pastaj janë edhe tretmani kirurgjik, neurokirurgjik i anorizmave të në kokë, të cilat janë me vazhdo pra me kirurgji të hapur, dhe janë ato materiali metalik që i quajmë klipsat. Dhe këta janë pacientë që nuk janë të kontraindikuar të ekzaminuar. Po flas për kontraindikacione absolute. Po, doktor, kur jemi tek rezonanca, treguam pra për aparatura tjera radiologjike se sa herë ose në sa periudhë kohore duhet që të aplikohen. Por rezonanca, a e ka një afat kohor se një pacient sa herë mund të hyjë në një rezonancë? Sa herë mund të hyjë, i lejohet apo sa herë duhet të hyjë? I lejohet. I lejohet. Pafund. Pafund. S'ka ndonjë kontraindikacion, po mendoj nuk ka ndonjë nuk njihen s'paku efektet. Nuk ka ndalesa. Nuk ka ndonjë studim serioz që flet. Sa herë që i rekomandohet mund të aplikoj. Absolutisht që po. Dhe jo vetëm sa herë që i rekomandohet, për arsye se duke qenë si një metodë e parrezikshme, e konsideruar si etik, shpesh hasim edhe në dëshirat e pacientëve vetë që të ekzaminohen. Po. Cilat janë shenjat që njerëzit shpesh i ignorojnë? Okej, patjetër. Ka mundësi. Patjetër. Çdo ditë më tepër, po ka kërkesa të ekzaminimit me rezonancë magnetike të tërë trupit, që praktikisht bën pjesë në imazherinë preventive. Dhe si të them, këtë lloj ekzaminimi shumë të avancuar nga aspekti teknologjik sot, nuk duhet ta plasojmë në publik si një produkt marketing. Absolutisht jo. Por duhet të cekim disa gjëra shumë të rëndësishme se një ekzaminim i tillë nuk është një ekzaminim i tërë trupit me rezonancë magnetike, nuk është një garanci se gjithsesi do të zbulohet çdo sëmundje. Për arsye se nuk i zëvendëson ekzaminimet specifike radiologjike, që është skriniku i gjirit apo kolonit apo ku diun diçka tjetër. Por është një garanci që mund të zbulohen shumë sëmundje në faza shumë të hershme që nuk kanë arrit ende të japin simptoma dhe të parandalojnë që ato zhvillohen dhe të trajtohen në kohën e duhur. Kështu që as tomografia kompjuterizuar dhe as rezonanca magnetike nuk janë metoda imazherike që duhet obligativisht pacienti t'i kërkojë për vete. Jo. Zakonisht duhet bëhen me indikacione të shkaktuara, të kërkuara të vendosura nga mjekët klinicistë që kanë vizitu pacientin, po në momentet të caktuar një rezonancë magnetike të trupit, në veçanti prej moshës, duke filluar prej moshës 40-50 vjeçare, këtej nuk besoj që është një diçka e keqe për të parë shëndetin e secilit individ. Po cilat janë shenjat që njerëzit ndoshta edhe i ignorojnë, por që duhet i dërgojnë menjëherë për rezonancë apo për skanim? Dua t'jap një mesazh që simptomat janë tregues nga natyra që shëndeti jo nuk është në rregull. Dhe pritja që ato simptoma të largohen është humbje e kohës, neglizhenca komplete është një mundësi, një dështimi total
për tretmanin e mundshëm. Pra ju thoni që njerëzit nuk duhet të neglizhojnë simptomat që jep trupi. Absolutisht që jo. Absolutisht. Nga ato më të lehtat. Absolutisht. Çdo simptom, çdo ndryshim në organizëm, cili nuk është i zakonshëm, tu të lajmërohet mjeku, tu të shkohet në kontroll. Gjithsesi, jo të vi drejt për drejt në radiologji, në asnjë mënyrë. Sigurisht, po. Por duhet fillohet prej mjekut familjar, ose prej një specialisti, prej një internisti, në mënyrë që të gjendet rruga drejt diagnozës ose eliminimit të mundësive të ndonjë sëmundje, dhe gjithsesi vije në radiologji, ose shpesh arrin në radiologji. Tash, zhvillimi i madh i teknologjisë në radiologji ka bërë jo vetëm që të diagnostikohen sëmundjet, por të diagnostikohen në atë kohë kur është ende herë që të trajtohen. Dhe kjo bën radiologjinë e sodit diçka të mrekullueshme, dhe e vendos kohën si një faktor të rëndësishëm, pra që diagnostikimi të jetë sa më i hershëm, do që pacienti, secili individ që një organizmin e vet në një farë mënyrë, i shfaqen simptoma për të cilët duhet të lajmërohet te mjeku. Doktor, sipas jush, apo preken të rinjt gjithnjë e më shumë nga problemet që dikur konsideroheshin si sëmundje të moshës së tretë, e sot i atakojnë të rinjt? Një pyetje e cila ja vlen të diskutohet në këtë intervistë, po mendoj në këtë emision, për arsye se është e vërtetë. Gjithsesi është e vërtetë si në punimet shkencore në botë që i bëhen, por dhe në përvojën tonë të përditshme, ne çdo herë më shumë hasim individ të rinj me sëmundje që më herët konsideroheshin ose vazhdojnë të konsiderohen të moshave më të vjetra. Kjo nuk nënkupton që rinia po plaket më herët. Jo, në asnjë mënyrë. Por shumë ndryshime po shfaqen më herët. Dhe këto s'do men se ka të bëj me stilin e jetës moderne, ka të bëj me mënyrën se si ushqemi, ka të bëj me obezitetin, ka të bëj me, si më thonë, me lëvizshmërisë çdo herë më të vogël, dhe sigurisht hasim personalisht shumë shpesh kohëve të fundit në moshat të reja vrejës ndryshime cerebrovaskulare që janë konsideruar ekskluzivisht vetëm të moshave më të shtyra. Pastaj ndryshime degenerative të shtyllës kurrizore, si të disjeve intervertebrale, por edhe të nyjeve. A mund të jetë shkaktar teknologjia? Si po mendoni teknologjia? Telefoni, kompjuteri? Gjithsesi, jeta moderne, qëndrimi ulur, qëndrimi pozitat, që koha që kalon një individ në pozitë jo të mirë. Pozitë jo të mirë që edhe pozitën ulur gjatë kohës. Nështë që është edhe profesioni juaj dhe profesioni im, dhe të krijuan mirë, po a i rekomandoni këshilla të tipit që të lëvizin, të bëjnë aktivitete, të ushqejnë shëndetshëm, këshilla cilat po besoj që asnjë mjek nuk do duhej të mos ta bënte. Sigurisht. Nga si radiolog dua të jap këtë mesazh me këtë intervistë që parandalimi i këtyre sëmundjeve nuk fillon brenda një kabineti radiologjik. I kemi zbuluar dhe hajtë tash të ndalim. Parandalimi është vetëdjesimi i secilit individ që të ushqehet më mirë, në kuptimin shtrit shumë konsumimi i ushqimit të parapregaditur, të hiperparapregaditur, të përpunuar, dua të them. Pastaj qëndrimi gjatë ulur, lëvizshmëria shumë e vogël, krijohet obeziteti, çrregullimet metabolike, krijohet stresi. Të gjitha këto ndikojnë që të shfaqen këto lloj ndryshime që ne i hasim të moshat e reja,
Këtu zbojnë pjesë të smundjet, s'po flas për smundjet e cilat janë pak a shumë karakteristike të moshave të reja, nuk po flas për për ato gjendje, po flas për popullatën potencialisht të shëndosh, e cila faktikisht me stilin e jetës moderne, me mënyrën se si ushqehen, i shkaktojnë këto probleme, gjithsesi. Doktor, cilat janë disa nga sëmundjet si radiolog që mund të zbulon herët fal teknologjisë, domethënë moderne të imazherisë? Po thashë edhe më herët që diagnostika radiologjike ka arrit të jetë domethënë lemia diagnostike më e avancuara në mjekësinë moderne, pikërisht për shkak të faktorit kohë. Po, ne zbulojmë shumë sëmundje sot, të cilat kishin me përfundu me fatalitet, dhe ndërhyrja shpejt në kohë e bën që ai të shpëtoj me jetën, thëmë ashtu, të trajtohet si duhet, apo të jetë me një invaliditet sa më të vogël. Na tregoni një nga rastet më të veçanta apo më befasues që keni zbuluar gjatë tërë karrierës suaj. Ndoshta keni shumë? Në një moment Tu shfaqen disa imazhe? Në një moment mjeku nuk e befason me asgjë. Po. Për arsye se me të vërtet ka shumë ndryshime të cilat nuk janë më befasuese për ne. Sa më përket mu personalisht ka shumë të tilla. Ajo i thëmë me kënaqësi disa raste ku që t'i kthejmë pyetjes ma pashme pak, diagnostikimi i hershëm, kur për arsye të një kokëdhimbje, për arsye të një krize të vetdijes, janë lajmëruar pacient dhe rastësisht edhe mosha të reja, rastësisht kemi gjetë aneurizma, apo që publiku ta kuptoj fryrje të enëve të gjakut në tru, të cilat me një gjas shumë të madhe kishin me përfundu me fatalitet, nëse ato kishin me rupturu, të më thonë me shpërthyë dhe me dalë gjaku në kokë. Dhe janë bëjë intervenime sot sofistikume që nuk banë më me neurokirurgji, po banë me radiologji intervente, me procedura endovaskulare, dhe sot jetojnë janë falënderues, janë shumë. Por një rast ashtu më specifik që mu si radiolog i profilizuar pak a shumë në neuroradiologji, mund ta veçoj një që në dukje të parë nuk është as për kolegët, as për publikun rast shumë interesant, por për mu si profesionist ka qenë shumë interesant, ka qenë një djalosh i moshës 6 vjeçare, 7 vjeçare, i cili trajtohej në klinikën infektive nga meningjiti tuberkuloz. Më thonë nga inflamacioni dhe infekcioni cipave të trurit me tuberkulozë. I diagnostikum herët, të shku shumë mirë pacientit e suria e tretmanit, për njëherë komplikohet. Dhe atër e bëjmë një rezonancë magnetike dhe zbulojmë se në pjesën ku kryqëzohen nervat optik, që t'iret kiazma optike dhe përreth saj janë zhvillu ndryshime që ne i quajmë tuberkuloma. Tuberkulomat pra në reakcion i organizmit ndaj tuberkulozës. Do të thotë një zhvillim paradoksal i aty një tuberkulona në një pacient që është veç të trajtuar me antituberkulotik. Të më është të trajtu mirë, por zhvillohen ato pa qena më përpara. Ky ka qenë një rast befasues për mu, sinqerisht e kam botu në një revistë ndërkombëtare, nuk kam kujtuar tash cila revistë është, por kjo ka qenë një rast më befasues për mu, dhe ishte i rrallë.
Pastaj janë disa raste që kemi diagnostiku që janë shumë të rralla dhe në botë, që janë zakonisht kongjinitale. Radiologjia pediatrike na jep këtë mundësi të shohim ndryshime thëmë gjenetike të rralla, din ndonjëherë me qenë pa shpjegueshme, me kuptimin imazherik, por që nuk I kisha veçu si të befasueshme, këtë I kisha veçu si një rast që mund ka befasu. Të kthehemi pra tek aparaturat e reja teknologjike që ju tashmë punoni me to në United. Çfarë bën pajisjen e re të MRI-s më të veçantë krahasuar me ato të mëparshmet? Ose pse qytetarët duhet të vinë në United pikërisht për këto pajisjet e reja në mënyrë që të trajtohen dhe të diagnostikohen sakt dhe shpejt? Qytetarët pacientët duhet të shkojnë në çdo qendër diagnostike që ofron një shërbim radiologjik të mirë. Në radhë të parë, një ekspertizë radiologjike të mirë. Dhe besoni nuk janë të pak në Kosovë, fatmirësisht. Për këtë arsye, United Hospital besoj që posedon një staf të tillë dhe kur kësaj shtojmë edhe një aparaturë të sofistikuar e prodhimit të vitit fundit, praktikisht është një rekomandim I mirë për pacientët që të vinë në United Hospital dhe të kryejnë ekzaminimet me rezonancë magnetike. Dhe sidomos kur kemi të bëjmë dhe me ekspert me përvojë. Tash këtë dua ta them praktikisht. E di që jeni shumë I thjesht, e di që nuk I merrni si të mirë që na komplimentet, por jeni modest. Por më lejoni ta them që rrugtimi juaj afatgjat do të thotë shumë. Sigurisht krijohet eksperjenca dhe unë mund të jap eksperiencën time në këtë lami me vullnet të mirë dhe si të them të tërën atë që kam. Ne në United Hospital kemi bërë një investim kapital me blerjen e kësaj aparature. Për na thjesht nuk e kemi bler një rezonancë magnetike të re. Na kemi bler një teknologji më të re të aparaturës rezonancës magnetike që ekziston sot në botë. Si nga aspekti I mirëmbajtjes që praktikisht pacienti nuk I dashur më interesu, por është shumë ka rëndësi për arsye se rezonanca magnetike përdor heliumin e lëngshëm si mënyrë për ftofjen e magnetit gjatë punës. Dhe një rezonancë magnetike zakonshme përdor diku nga 1500 deri në 2000 litra të heliumit të lëngshëm në gjendje të lëngshëm, e cila plus asaj duhet të mbahet në gjendje të lëngshëm me ftofje të veçantë, dhe cila ka një kosto shumë të madhe, në veçanti kur dihet se resurset botërore të helium, natyrore të heliumit janë në zhdukje sipër. Aparatura jonë në rezonancës magnetike përdor vetëm 8 litra. Dhe kjo është një avantazh shumë I madh sa për kësaj pjese. Po pjesa që ne mburremi më së shumti me këtë aparaturë është integrimi I inteligjencës artificiale në çdo ekzaminim. Dhe aftësitë tona me përdor këto përparësi që na ofron inteligjenca artificiale integruar në aparaturë, na sjell ose na bëjnë të pretendojmë që do të jemi më të mirët, pse jo. A I kishte menduar ndonjëherë kur para 20 vitesh themi që do të vi një ditë që do t'i keni këto lehtësira të aparaturave? Sinqerisht po. E keni parashikuar këtë pjesë? Tash fund shekulli 20 edhe fillim shekulli 21 karakterizohet me zhvillim jashtëzakonisht të madh të teknologjisë informative. Dhe gjithsesi
Sukur ka dalë telefoni i parë dhe ka pas si çdo kush një imagjinon se do të jetë një telefon të ardhmen që do të shohësh edhe do ta kesh edhe televizor, do ta kesh edhe zyre, do ta kesh edhe çdo gjë, po e kanë menduar dhe ne kemi menduar që do të arrijë. Gjithsesi. Dhe ky nuk është fundi, teknologjia vazhdon, ne po flasim për momentin dhe do të jemi të kujdesshëm kur thojmë se kemi teknologjinë më të fundit se ndoshta nesër del një po patjetër. Kështu që kjo vazhdon të jetë, por përderisa kjo teknologji është në shërbim të shëndetit, çdo herë është e mirë se ardhur gjithsesi. Doktor, unë ju falenderoj shumë për kohën që gjetët vini në podcastin ton edhe t'jepni këto informata shumë të mira për gjithë qytetarët që kanë dëshirë dhe kurreshtje t'i dëgjojnë nga ju. Faleminderit për ftesën. Dua të jap veç edhe një mesazh të Patjetër. Gjozë se sa përket ekzaminimeve radiologjike. Një radiolog, po flas nga pozita një radiologu se unë kur shoh një imazh nuk shoh thjesht një fotografi. Por shoh një individ, shoh një familje, shoh një shpresë dhe mundohem me çdo mënyrë të jap kontributin dhe të jap diagnostikimin imazhik sa më të mirë të mundshëm. Dhe këtë besoj që e bën çdo radiolog dhe uroj që ta bëjnë radiologët e ri në mënyrën e njëjtë. Faleminderit edhe juve shumë. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishim me radiologun Ilir Ahmedxhekaj, ne do të shihemi në episodin e radhës. Mirëmbëjtje.